Në situatën gjeopolitike ku ndodhet Europa dhe mbar bota, nuk ka më vlerë demokracia, por stabilokracia. Kjo u pa në Beograd ku prej muajsh rinia proteston dhe askush nga Brukseli dhe burokratët nuk gëzon. Arsyeja, ju intereson stabilokracia dhe jo demokracia. Fatin e madh e pati edhe vllai i vogël Edi Rama në Tiranë. Ky tirani i arshëm ju bashkua tiranëve të Ballkanit tradicional. Me Erdogan, Orban, Vučić, Dodik, Edi Rama me stafetën sot në Tiranë me bekimin në samitin politik evropian. Mos kujtoni se do të ketë ndryshime, kur dhe Washingtoni e ka mbyllur gojen dhe nuk po jep akoma urimin e radhës. Ne të presim se çfarë do të ndodhi, por mos harroni, stabilokracia është më e rëndësishme se demokracia.